vërtet regjistroi në kalendarin njerëzor fillimin e progresit për shoqërinë. Por bicikleta në vetvete bardh dhe një tjetër kurreshtje. Sekreti i bicikletës është pikërisht që ti ke një ingranazh të madh, ke një ingranazh të vogël dhe në këtë mes transmeton lëvizjen dhe bicikleta këtu pati suksesin e madh, zgjidhjen, si thua, teknike që i dha vrull kësaj lëvizje që arrin tashmë me shpejtësi shumë të mëdha, ciklistët arrin shpejtësitë e makinave. Si mund ta përfitojmë bicikletën kozmike? Sipas besoj sepse kozmosi kërkon shpejtësi të mëdha, të jashtëzakonshme. Mikro dhe makro. Së pari jo, brenda mekanizmi i transmetimit të lëvizjeve me zinxhire kështu mund të jetë edhe në kozmos në një anije, ashtu siç ka edhe në anijet e detit. Mekanizm transmetimi si punë e zinxhirit të bicikletës, por kozmosi kërkon shpejtësi të jashtëzakonshme për Ishte një bicikletë me shpejtësinë e dritës të masave, profesor? Disa nga modelet e para që nga bicikleta me dyshala rivitalizohen përmes lëvizjes rinore. Modeli më modern vjen në kohë si bicikleta Harley Davidson, një shartesë ndërmjet bicikletës dhe motorit legjend. Themi që bicikleta ka ardhur nga karroca apo karroca nga bicikleta? Kam shtypën se ka ardhur bicikleta nga karroca, se është shpikur një karroca për shkak të transportit që ndihmonte njerëz të lashtë. Për të pasionuarat ndaj ecjes mbi rrota, surprizat vijojnë në Muzeun e hapur në natyrë të bicikletës. Më kam mësuar shumë kohë përpara që kur kam qenë fëmijë që luaja dhe se kuptoja rëndësinë e bicikletës, sot që kam kuptuar vetë edhe vi për ditë në punë me bicikletë. Babi ka qenë që më ka mësuar edhe ka qenë shumë prudence mësimi i bicikletës, ka qenë shumë e mirë. Shkencëtari dhe ekologu Xhemal Mato zgjon në tingull nostalgjie, duke na shëtitur me bicikletat e para. Më kujtohet kur bëhesh në një ndeshje që mbushesh stadiumi me bicikleta, domethënë mbushesh që se imagjinoni dot ju ta shihni, se di ka në një fotografi të asaj kohe, po mbushesh sheshi aty para, mbushesh komplet një fushë mbushur me bicikleta. Dhe ishte një person i njohur shumë në atë kohë, Liu, i cili ruante bicikleta, i ruante me shumë ndershmëri dhe e kishte të sigurt që e li edhe pa hapur aty, po Liu ta ruante bicikletën. Por prap dua të kujtoj që bicikleta në atë kohë ishte aq shumë e përdorur apo si themi super e përdorur, sa që kishte shkodran që vinin nga Shkodra me bicikletë. Nga shëtitore e Shkodrës. Vinin nga Shkodra këtu për të parë ndeshjen, vinin me bicikletë, kishte pas raste. Ka pasur edhe nga Tirana njerëz që shkonin në plazh me bicikleta. Pra ishte bërë Tiranë-Durrës me bicikletë. Bicikleta ishte bërë një mjet shumë dhe kishte mjeshtra që punonin bicikletën me lule, me gjëra të ndryshme. Ka pas një model veçantë nga këto, modeli Zilës, radio, nga këto bicikletat e zbukuruara ose? Jo, natyrisht ishin logot që i vinin, logot sipas dëshirës së tyre, natyrisht i ndryshonin këto disqet, gjërë, timonin, sipas u arrit që të prodhonin vetë, Kuzina Dajti më duket prodhonte bicikletat e para shqiptare, modele të ngjashme me kinezët, edhe pati edhe ajo kërkesa të mëdha. Në atë kohë ishte vështirë të gjeje një bicikletë kështu siç janë mbushur dyqanet sot. Domethënë duhet ta merrje me vështirësi. Ju ka ndodhur të harroni ndonjëherë bicikletën profesor ose ta lini pa lidhur? Natyrisht që kam harruar. Je kthyer mas disa ditësh ose? Jo, më ka ndodhur për shembull që me idenë që haj se mbaroj punë shpejt në një dyqan, sa të shoh a ka këtë gjë që dua ta blej, edhe kam përtuar që ta lidh. Po e lë 5 minuta këtu, sa të pyes, sa të shitsin, a e ke këtë mall, ai të thot një fjalë, ti përgjigjesh, ai të thot një fjalë, kur kthen kokën, bicikleta ka ikur. Profesor,
Rrugtojmë pas bashkë në këtë muze bicikletash, muze portativ. Afrohemi pranë këtyre modeleve të reja, mund t'i quajmë miset e dy rrotave. Ku keni Interesante këtu është fakti që bicikleta është konceptuar fillimisht me një model që s'gjeti dot qëndrueshmëri. Mikro dhe makro. Për shembull mendoni që rrota e parë ishte e vogël dhe rrota e dytë shumë e madhe dhe po të shihni personi rrinte në një lartësi të madhe. Dhe këto janë natyrisht ato hapat e para për të gjetur zgjidhjen më të qëndrueshme dhe më funksionale. Derisa u arrit, për shembull shikoni këtu prap, e njëjta gjë. Edhe natyrisht që bicikleta fillimisht është zbuluar pretendohet edhe në Rusi, në një fshat, por pretendohet edhe në shtete të tjera, është bërë me rrota druri, bicikletat e para. Fshatar edhe sot vijojnë me rrota druri, rrota është pikja më e madhe e njerëzimit dhe dy rrota jepnin mundësi që të lëviznin më shpejt. Se me dy rrota, se bicikleta ka një sekret shumë të madh fizik. Sekreti është që juve po të qëndroni në vend me bicikletë nuk rrini dot mbi dy rrota, detyrimisht do vini një këmbë. Në qoftë se ju lëvizni dhe kthehet ekuilibri dinamik, ju lëvizni, jepni zinxhirit, atëherë ju qëndroni shumë mirë në bicikletë. Kjo është sekreti i bicikletës. Struktura e materjes është lëvizja përse. Pikërisht, duke lëvizur ti qëndron në ekuilibër dhe s'ka nevojë të kesh një këmbë të tretë. Finalizimi më i bukur i këtyre bicikletave nga Amerika që kanë këtë historinë e kalimit hap pas hapi nga një pronar si thua në një fondacion i cili i mbledh ton komunitet dhe i dërgon në misione. Rasti i Shqipërisë ishte misioni Ecovolis. Ne prezantuam këtë si mision te ky organizatë amerikane dhe erdhen bicikletat e vjetra, diçka të ndryshkura nëpër magazina, nëpër depo që i mbanin, gjërsa tashmë janë prapë funksionale në duart e qytetarëve të Tiranës që i përdorin qoftë për punë, qoftë për shëtitje. Është shumë e veçantë ndjesia që të jep riciklimi i bicikletës sepse është një gjë që kalon nga brezi në brez. Po ta marrësh brenda një familje, është i ati ja kalon birit, pastaj i biri e ruan me shumë fanatizëm, ja kalon brezit tjetër dhe është një proces që në fund fare ato që e kanë ciklizmin gjak e thonë me krenari që kjo ka qenë bicikleta babait tim. Ne se kemi pas të fat, unë personalisht jo, sepse tim mati ja kam vjedhur 13 bicikleta dhe nuk kam pasur fatin që të më përcjellë dhe mua një bicikletë. Po që shpresoj shumë që unë ta kem këtë fat me çunin tim, ti transmetoj atij dhe ti duroj. Një stacion apo? Ndoshta. Ti duroj atij bicikletën time të preferuar. Bicikleta ime e preferuar ngelet një Schwinn që është klasike amerikane, që është midis bicikletës qytetit dhe malit. Është e tillë praktike, qoftë edhe për të ecur her pas here në trotuar që është e nevojshme. Vjetra bicikleta të modifikuara qëndrojnë në ekspozesi okulare të ndryshimeve në historinë sociale të njerëzimit dhe vendit, por nga buron ky pasion që e kthen lidhjen e dietarit Xhemal Mato në një motiv të përhershëm dite, cilat janë historitë të dashurave të tij të rrëmbyer ndër vite. Bicikleta sot ka dalë dhe jashtë përdorimeve si thua qytetare për familjarët. Në shumë shtete, në shumë qytete, bicikleta ka gjetë, si thua, punë edhe nëpër institucione. Konkretisht në Amerikë ka disa qytete që policia përdor bicikleta tashmë jo makina për të kapur hajdutin, për të lëvizur shpejt në trafik, për të shërbyer sa më mirë në disa drejtime në aksidente gjëra. Dhe rezultati ka qenë që me futjen e bicikletave në policit e këtyre qyteteve, përqindja e kapjes kriminelve apo njerëzve që bënin dëme, është shtuar gati 30%. Ndërkohë që nga ana tjetër, vetë repartet e policisë kanë kursyer gati po kaq 30% karburant. Qelsi i bicikletës qëndron te ekuilibri në lëvizje, ndaj dhe shanset për të prekur tokën, kur janë mbi timon, janë fare të pakta. Ky pra është dhe parimi universal. Si e shef veten tek ajo bicikleta dyshe? Tek ajo më përpara mirë, më pëlqeu. Te kjo nuk është, nuk e di nëse dal dot në banë me këtë tjetrën.
alone.